Fjala greke është kupokrites dhe vjen nga që përdorej për fjala greke nga teatri. Ishte ai që luan një rol me mask. Pra, hipokritët nxin fytyrat për admirim publik. Do më thënë që ata visheshin ose lyheshin për të luajtur një rol tjetër. Pra, një rol që nuk ishte për të treguar si thua një person tjetër që nuk ishte i tyre. Jezusi na fton që thot lyje kokën, ai fytyrën, jepi botës një pamje normale. Ndërkohë shpirti është para Perëndisë. Shpërblimi vjen nga atë. Diçka shumë të rëndësishme që ne duhet të kujtojmë është fakti që Perëndia na thërret ne që të zgjedhim se çfarë duhet të bëjmë. Edhe për të zgjedhur se çfarë duhet të bëjmë është pikërisht e para thot në qoftë se ti e bën për të dukur, atëherë është problem. Në qoftë se ti e bën për krenari, atëherë është problem. Edhe Perëndia na fton që është diçka jashtë, nuk e di, natyrës njerëzore, le të themi, ose unë do të guxoja edhe të thoja në këtë lloj forme, natyrës mëkatare njerëzore. Që do të thotë ne e kemi shumë të vështirë ose të pamundur që të bëjmë diçka edhe mos të duket.